بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. E pju të regoj një rast kur Omeri radhiyallahu an e ka po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qesh dhe ka thonë adhaka Allahu sinnaka ya Rasulullah. Kështu i thojnë arabët kur dikush qesh apo adhaka Allahu sinnak, është një farë duaje që Allah azza wa jall të buftë që gjithmonë me qesh. Çka të shtyri me kesh? Tha ja Omar, që tu tha kënë gratë e mija për rreth meje, dhe kënë të ngritë zonin ma shumë se së zoni jam. Tha në momentin që ti kërkuve leje dhe trokite derën, ikën, dhe tha në Omeri është i vrasht, me bëmën apo që na po ngritim zonin ma shumë se së zoni jot, ku me di që ka na bën neve. E Omeri radhiyallahu tha, ja Rasulullah, vallaj se meritoj me mu rujt mu dhe me ma pas dro mu ma shumë sa ty. Qysh mu ma kanë dronë, edhe ruhën pej meje, nuk ruhën pej teje. Edhe i tha, ja aduatën fusihin, ju i një armik të vetë vetës, qysh me thonë. Pse më ruhni mu, s'pi ruhni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi alaihi sallam, këtu, ja tha atë fjallën që kena më përmend, të vlerat e Omerit, i tha, ja Omer, ti se t'hesh me në rrugic, shejtani i ikpe asoj rrugic, s'ka pun me ty. E Omeri radhiyallahu an, kur gëzohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gëzohej edhe Omeri, kur piklohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, piklohej edhe Omeri. E përmenda një rast kur ka qesh, të përmenda një rast kur ka qaj. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, duke u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga njëra betejë, kërkoj leje që Allahu azza wa jall t'ia lejoj vizitën e varrit të nonës së tij. Dhe Allahu azza wa jall ja lejoj që ta vizitoj atë varr, po ja ndaloj duan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdh pranë varrit dhe rreth tij krejt shokët e tij sepse kanë qenë në një ekspedit luftarak. Dhe pejgamberi alaihi wasallam filloi të çoj, sa që thonë sahabët pejgamberit alaihi wasallam një kraj pikë si ujë edhe komplet nën komt e tij u bë ujë nga lotët e shumt. Omeri thot i pari, Omeri radhiyallahu thot i pari, thot nuk me dikush pa çajt për shkak se e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke çajt. Ata ishin kthy me triumf, ishin kthy me fitore pe betejës, ishin kthy me ghanime, ishin kthy me fej, domethënë ishin kthy me fitore të mëdha, me pret luftës dhe kur e pan që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po çon thot smet kush pa çaj. Dhe kërkush nuk e merr te guximin mi thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka derisa Omeri tha ja Rasulullah. Mjaft që e mërzite dhe e piklue vetën, çka të shtyri me çajt ka shumë. Edhe Omeri duke çajt apo tha ja Omer kërkuva leje që Allah të ma lejoj me vizitu varrin e nonës tem, ma lejoj. Tha po ma ndalej lutjen për te. Edhe qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe qajtën gjithë sahabët. S'po e tregojnë në të aspektin e akides këtë ngjarje apo, po e tregojnë aspektin që sahabët e vëzhganin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka vepronte ai. Nëse gëzoheshin, pikëlloheshin, hidhroheshin, çeshtin, çanën për shkak se i kishin lidh zemrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.